Bloku i udhëheqjes në Shqipëri gjithmonë ka tërhequr vëmendjen për jetën që bënin, për vetë faktin se jetesa e tyre bënte diferencë të madhe me ato të popullit. Detaje se çfarë ndodhte brenda familjeve dhe zyrtarëve të lartë brenda bllokut kanë tërhequr gjithmonë vëmendjen e publikut. Së fundmi është publikuar një raport nga kontrolli i lartë i shtetit, i cili ka analizuar faturat dhe shpenzimet e familjes së Enver Hoxhës dhe disa udhëheqësve të tjerë. Pas publikimit të harxhimeve që bënte familja Hoxha, shumë veta kanë mbetur të çuditur. Familja e Enver Hoxhës në një vit konsumonte rreth 2 ton mish, 700 kg sallam, 523 litra vaj, 300 kg gjalp, 226 litra raki, pije dhe verë, 250 litra birë dhe 5.8 ton fruta dhe agrume, 150 kg lajthi, kikerik dhe arra dhe 180 kg kafe. Sipas raportit, ky konsum përfshinte familjen Hoxha dhe zyrën e tyre të pritjes, që ishte vendi ku Enveri priste për dreka dhe darka të ftuarit e tij. Por ajo që çudit më shumë është fakti se Ministria e Financave konstatoi mijëra dollar veshje që bliheshin jashtë shtetit, kryesisht në Francë, dhe për veshjet shpenzimet më të mëdha i kishte bërë Ramiz Aliha, rreth $150.000 në vit. Por edhe në këtë rast, njerëzit mbeten të ndarë në dy grupe. Ka nga ato që mendojnë se Enver Hoxha si udhëheqës duhet të kishte një jetë më të mirë, ndërsa sot ka 10 politikanë që në 4 vite pushtet kanë më shumë pasuri se familja e Enver Hoxhës, ndërsa të tjerë mendojnë se ato kanë jetuar në luks, ndërsa populli në varfëri. Po ju, si mendoni? Populli ka jetuar më mirë në sistemin komunist apo në demokraci? Për më shumë, mund të lini mendimin tuaj në komentet poshtë videos.